Ngjarje e pazakon dhe me pasoja fatale është regjistruar gjatë orëve të natës në lagjen 8 Shkurti në Fier, ku një tentativë vjedhjeje ka përfunduar me humbjen e jetës së autorit të dyshuar. Sipas informacioneve paraprake, 43 vjeçari identifikuar si Ilir Zarka dyshohet se ka shfrytzuar orët e vona të mbrëmjes për të hyrë në një banesë trekatëshe me qëllim vjedhjen, ndërsa pronari i shtëpisë ndodhej jashtë vendit për rreth një muaj. Nga të dhënat e para dyshohet se gjatë tentativës për të futur në banesë, ai ka mbetur i bllokuar në pjesën e dritares, çka ka rezultuar fatale për të. Trupi i pajet është konstatuar mëngjesin e sotëm nga një fëmijë që kujdesit për banesën, i cili ka njoftuar menjëherë policin. I vëllai kryefamiljarit ka deklaruar se familja nuk ndodhi në banesë, pasi ndodhi në Greqi për një muaj. Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi te fëmijët, mirë po ka lënë një komshi këtu ai që vjen për ditë për të shkyrë qenin. Mirë po kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritaret. Ne vrap kishte lajmëruar policin. Lajmëroi dhe vllain dhe vllai më mori mua se kisha mund çelsa të shtëpisë. Fillimisht ishte thyer atë xhamin aty te dritaret, po s'kishte gjetur gjë aty si masas. Dhe ardhu ka qenë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhama të janë të vegjël, mirë pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Policia më pyeti, ishte fytyrë e paparë, ishte me kapuç, i rregullt tamam me doreza, përgatitur për vjedhje. Forcat e policisë kanë mbritur në vend ngjarje dhe kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e incidentit, ndërsa trupi i 43 vjeçarit të transportuar në morgun e spitalit të Fierit për ekspertizë mjekoligjore.